Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se gjatë inspektimit në një subjekt për përpunimin e qumshtit janë konstatuar mos përputhje me legjislacionin në fuqi. Sipas AUV-s janë marrë mostra për analiza laboratorike, ndërsa është evidentuar përdorimi i lëndëve të ndryshme në procesin e prodhimit dhe mungesa e një autorizimi të veçantë për një pjesë të veprimtarisë. Agjencia thekson se nuk ka urdhëruar mbylljen e subjektit dhe se çdo vlerësim përfundimtar do të bëhet pas rezultateve laboratorike. Pas inspektimit, kompania Vita njoftoi se ka pezulluar përkohësisht punën e fabrikës dhe pranimin e qumshtit nga fermerët deri në publikimin e vendimit dhe rezultateve zyrtare. Ndërkohë, inspektimi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në qumshtorën Vita, pas të cilit kompania pezulloi përkohësisht punën, ka nxitur reagime politike dhe institucionale. Ministri në detyrë i Bujqësisë Armen Muja tha se kontrollet janë pjesë e mandatit ligjor të AUV-s dhe se askush nuk është mbi ligjin. Sipas tij, qëllimi është garantimi i sigurisë ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Ndërkohë, komuna i Stogut e cilësoi mbylljen e përkohshme të fabrikës si një goditje për ekonominë lokale dhe fermerët. Kryetari Ilir Ferati kërkoi rihapjen sa më të shpejtë të qumshtores, duke theksuar se çdo çështje duhet të trajtohet me transparencë dhe pa dëmtuar prodhimin vendor. Vendimi i fundit i speciales për ta shtyrë edhe për gati 2 muaj shpalljen e aktgjykimit në rastin Thaçi dhe të tjerët ka nxitur reagime në Kosovë. Gjykata e ka arsyetuar vendimin me kompleksitetin e çështjes dhe numrin e madh të provave të administruara gjatë procesit. Profesori amerikan Daniel Server e ka cilësuar procesin të padrejtë, ndërsa organizata veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës pret që ish-krerët të shpallen të pafajshëm. Instituti i Kosovës për Drejtësi, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol, si monitorues të procesit për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, vlerësojnë se ky proces deri më tani ishte i rregullt, transparent dhe i barabartë. Ky vlerësim, thon ata, i referohet procesit deri në fazën e intervistimit, ndërsa vlerësimi përfundimtar do të varet edhe nga ligjshmëria, arsyetimi dhe transparenca e hapave të mbetur procedural. Gjatë fazës së verifikimit dhe konfirmimit të kandidaturave, koalicioni i OJC-ve thot se nuk ka evidentuar probleme përmbajtësore dhe se paneli vlerësues ka shqyrtuar dosjet e kandidatëve dhe ka konstatuar se 5 kandidatët i plotësojnë kriteret ligjore dhe rregullative për të vazhduar procesin. Më 30 qershor ka përfunduar periudha e 4 raportuese për përmbushjen e reformave në kuadër të planit të rritjes. Vendet e Ballkanit Perëndimor tashmë kanë afat deri më 15 korrik për t'i dorëzuar Komisionit Evropian raportet për zbatimin e tyre. Në rastin e Kosovës, 30 qershori shënoi përfundimin e afatit për 13 hapa reformues me vlerë rreth 91 milion euro, ndërsa sipas rregullorës mos përmbushja brenda afatit mund të çojë në rishpërndarjen e fondeve. Pas këtij afati, Komisioni Evropian do të vlerësojë përmbushjen e obligimeve dhe më pas do të vendosë për pagesat përkatëse për secilin vend, të cilat do të kryen vetëm pas konstatimit të zbatimit të plotë të reformave. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.